Ish-drejtori i FBI-s James Comey po hetohet nga shërbimi sekret amerikan pas një postimi të bërë dhe më pas të fshirë në Instagram, të cilin disa republikane kanë interpretuar si një thirrje për dhunë ndaj presidentit Donald Trump, shkruajnë mediat e huaja. Comey postoi një fotografi të një krijimi me guacka deti që formoni numrat 8647, shoqëruar me përshkrimin "Formacioni bukur guackash gjatë shëtitjes sime në plazh". Numri 86 është një term zhargon që mund të nënkuptojë të heqësh qafe ose në disa raste të vrasësh, sipas fjalorit Merriam-Webster. Ndërsa Trump është presidenti i 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çka bëri që kombinimi 86-47 të interpretohej nga disa si një mesazh i koduar për eliminimin e presidentit. Sekretarja e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem e cilësoi postimin si një thirrje për atentat ndaj Trumpit dhe njoftoi se departamenti i saj bashkë me shërbimin sekret do ta hetonin çështjen. Comey, pasi e fshiu postimin, reagoi duke thënë se nuk ishte qelluar që numrat të kishin ndonjë mesazh politik. Nuk e kuptova që disa njerëz i lidhin këta numra me dhunën, tha ai. Jam kundër çdo forme dhune, ndaj vendosa ta fshi postimin. Drejtoria aktuale e FBI-s Kash Patel konfirmoi gjithashtu se FBI është në kontakt me shërbimin sekret për këtë çështje dhe do të ofrojë çdo ndihmë të nevojshme. James Comey shërbeu si drejtori i FBI-s nga viti 2013 deri në vitin 2017. Ai u shkarkua nga Trump gjatë hetimeve mbi ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.